Pas 25 vitesh, anketat tregojnë se shqiptarët e Maqedonisë sërish po i shqetëson mospërfaqësimi i drejtë në institucione, tha kreu i BDI-s Ali Ahmeti, duke u bazuar në shënimin e 24 vjetorit të themelimit të partisë. Veç kësaj, ai kritikoi edhe cënimin e marrëveshjes së Ohrit dhe ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, për të cilin tha se BDI ka kapacitet të mbush rrugët, por ka zgjedhur qetësinë në një kohë kur bota është e trazuar. Në përkëmbja e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve. Sigurisht që kjo situatë prodhoi edhe emocion dhe me një të rëndë këmbanës Bashkimit Demokratik për Integrim mund t'i bllokonte e mund t'i bllokoj të gjitha rrugët në Republikën e Maqedonisë. Por ne, me qetësinë më të madhe, zgjodhëm rrugën e racionalitetit. Rruga e racionalitetit ishte të komunikojmë në radhë të parë me garantuesët e marrëveshjes paqësore të Ohrit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO. Nga partia në pushtet vlen sot në konferencë për media folën pikërisht për projektligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, për të cilin thanë se do të bëhet realitet si një hap historik në zbatimin dhe avancimin e marrëveshjes së Ohrit. Sipas tyre, kjo është dashur të miratohet para më shumë se 2 dekadave, por nuk është bërë. Marrëveshja e Ohrit nuk avancohet me fjalime përvjetoresh e deklarata të bukura para kamerave. Avancohet kur parimet e kësaj kthehen në ligj. Këtë po e bën vlen. Me këtë ligj, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat bëhet obligim ligjor për të gjitha institucionet. Jo më me improvizime e arnime, jo më si ti teket dekujt, por ligj, me metodologji, të dhëna dhe përgjegjësi institucionale. Përndryshe, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ndodhet në procedurë parlamentare dhe Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive ka vendosur që ai të miratohet sipas modelit të shumicës së dyfish të thjeshtë, i njohur si badenteri i vogël, ndërsa propozimi i opozitës shqiptare për badenter absolut nuk mori mbështetjen e nevojshme. Sipas pushtetit, projektligji synon të krijojë një kornizë të qartë ligjore për garantimin e përfaqësimit të drejtë të gjitha bashkësive në institucionet publike, përmes mekanizmave institucional dhe monitorimit të zbatimit të tij. Nevoja për këtë zgjidhje ligjore erdhi pas shfuqizimit të balancuesit nga gjykata kushtetuese në tetor të vitit 2024, duke lënë vendin pa një mekanizëm ligjor që garanton përfaqësimin e drejtë gjatë punësimit në administratën publike.